Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha hodhi poshtë propozimin e socialistëve për të ngritur një komision për rishikimin e kushtetutës e për të diskutuar dy çështje: ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe uljen e numrit të deputetëve. Berisha para gazetarëve deklaroi se qëllimi real i socialistëve është ndërhyrja në kushtetutë për të penguar SPAK-un, duke premtuar se Partia Demokratike nuk bashkon votat me Edi Ramën për këtë çështje. Nuk bashkojmë votat me Edi Ramën absolutisht, dhe ai po përgatit se tani problemi i tyre është lufta kundër skapit, se këtu do të dalin ata apo jo. Po të harrojnë se do marrin kur një vot të Partisë Demokratike, mbasi tani ata e kanë betejë politike, nuk e kanë betejë në interes të qytetarëve. Berisha përsëriti se kërkesa kryesore e opozitës është ndryshimi i sistemit zgjedhor në proporcional kombëtar me listat hapura. Partia Demokratike ka ra dakord me kërkesën e alajatëve të vetë dhe të tjerëve me përpjekjen më serioze për të gjetur mirëkuptimin më të gjerë si opozitë, më të drejtë dhe më të ndershëm, secili pjesën e vet. Kjo është ai ligj dhe ne e bëjmë. Kushte të cilat kërkojnë të pengojnë këtë ne nuk pranojmë. Pak ditë më parë në Komisionin e Reformës Zgjedhore, bashkëkryetari socialist Damian Gjiknuri bëri një ofertë Partisë Demokratike. Mazhoranca është gati të diskutojë ndryshimin e sistemit zgjedhor nëse PD pranon të diskutojë uljen e numrit të deputetëve nga 140 që është sot në 101 deputet.